Mirë se vini në Çamiko edhe këtë të premte. Dua ta nis me një shprehje të shkrimtarit të madh Ismail Kadare që thotë se asnjë ligj i botës dhe asnjë formim kulturor nuk na ndalon ne të kemi kujtesë apo të kemi nostalgji. Për këtë Çamiko, këtë të premte i dedikohet tempujve të paharruar. Një ode shkruar nga Luan Rama, të cilin e kishim të premten e shkuar në takimin e Çamikos, por e interpretuar nga Alfred Trebicka, një portret i jashtëzakonshëm i skenës teatrale, i kinematografisë. E për mua është një nder i madh të kem në këtë tryez diskutimin, ne flasim shpesh bashkë për teatrin, po sot do të flasim për magjinë e ekranit të madh dhe për tempujt e mi të paharruar. Faleminderit. Faleminderit shumë që je me mua. Çdo natë ijet ngrihen nga rënojet, duke shkundur pluhurin e tragjedisë. Ijet nuk kanë vdekur, nuk kanë heshtur gjithashtu. Janë të vrarët, të masakruarit, të ndakosurit. Dije i të shuar që shëndrisin ende. Faj të cilve ishte se flisnin një gjuhë tjetër. Se kishin një fe tjetër. Se ishin çam dhe jo grek. Dhe si kanë ardhur tempujt e mi tek Alfred Trebicka? Odet më thureshin, po themi, apo këndoheshin, apo shkruheshin në raste gëzimesh, apo në raste festash, apo në raste, si më thonë, jo për ngjarje tragjike, apo për ngjarje, si më thënë, të rënda, për fate të rënda njerëzore. Dhe për mua pikërisht që këtu filloi, le të themi, ajo intrigimi me këtë vepër, domethënë që janë këto ode për një fat tragjik, domethënë siç kanë qenë ngjarjet mbi të cilat është, le të themi, është frymëzuar Luani për ta shkruar këtë gjë. Dhe në momentin kur, që më thënë, pata atë kontaktin e parë me veprën, mbas, le të themi, kësaj pikpyetje të madhe, domethënë që pse ode, por brenda vërtet që ishte konceptuar dhe ishte perceptuar si e tillë. Domethënë ishte perceptuar si një mesazh human dhe mesazh njerëzor, dhe mbaj mend që një nga gjërat e para që i kam thënë Luanit në kontaktet që kisha me të, i thash që më pëlqen pikërisht kjo fryma në të tërën e vetë, fryma paqësore, humaniste e veprës. Dhe aty pasaj për mua ishte fare e qartë dhe e kthjellët, sepse ai e kishte emërtuar ode. Pse e kishte sjellë si ode, domethënë. Cili ka qenë impakti i parë që t'la kur e lexon pa zë, pra me zërin e mendjes? Impakti i parë për mua ka qenë që poema kishte shumë dhimbje brenda, dhe në të njëjtën kohë kishte shumë dashuri, dhe në të njëjtën kohë kishte shumë, domethënë shumë shpresë. Dhe ishte për mua, dhe ja kam thënë dhe Luanit atëherë, që ka një alternim të këtyre dy ndjesive që mbase në pamje të parë mund duken sikur nuk mund lidhen dot me njëra tjetrën.
ajo ngjarje që ka ndodhur vërtet çon më kollaj të çon pesimizëm se sa në optimizëm. Dhe në këtë pikë ishte, le të themi, është mençuria e krijuesit që e sjell në këtë lloj forme dhe prandaj e fillova me le të themi me një mini analizë të odeve, domethënë që çfarë janë odet. Dhe ai vërtet e ka sjell si ode, nuk e ka sjell si elegji, po themi, apo domethënë një zhanër tjetër që i shkon, po themi, i shkon më përshtat një genocid, të këndosh ode për genocid nuk është kollaj, domethënë është shumë. Sa ndinit juve për masakrat aty, domethënë sa i rrahur keni qenë ju me këto lloj historish? E bëj këtë pyetje edhe për shkak se për gati 50 vite gjatë komunizmit, periudhës së Shqipërisë diktaturës, ishte shumë e vështirë të flisje për historitë e çamve, historitë të cilat unë kam dëgjuar në shtëpi dhe shumë më vonë, domethënë pas viteve 90, mund të artikulonim edhe në publik historitë tona apo t'i bënim të njohura. Sa dinit ju për masakrat në Çamri, për këta shqiptarë që kishin lënë shtëpitë e tyre dhe që dhimbjen më të madhe e kishin rikthimin në ato shtëpi? Historinë e Çamrisë, sigurisht unë e kam ndeshur qysh herët, le të themi që para viteve 90. Por në më të shumtën e rasteve ka qenë histori e thënë le të themi në NZ. Ose pakët, pa detaje. Pa detaje, domethënë, por unë kam pas shok çan që në familje për shembull që unë thuheshin histori, po histori kështu të karakterit le të themi urban që kanë odhë kjo, i kanë përzën nga ato, po pa u futur në detaje dhe pa u futur le të themi në atë periudhë kishte një lloj, le të themi një lloj damke për çamët. Domethënë që mos u afro me ata se ata janë kështu, mos u bëj me këta se janë kështu. Por unë si natyrë, jo për rastin konkret që po flasim, po unë kam pasur një natyrë që unë kisha kërshëri për të tentë me njerëz që ishin të etikatuar. Kam pas shok për shembull që kishin qenë në burg. Atë kohë, flas para viteve 90, që ishte vërtet nuk ishte normale, domethënë që ti të shoqërohesh me një që se e merri edhe ti. Por unë kam qenë si natyrë që jo vetëm kërshëri, po edhe një lloj, domethënë nuk kam pas frikë. Që mos i me këtë se ky është i tillë, po themi, apo është me etiketimet që i jepte koha apo sistemi. Kurse mbas viteve 90, pastaj nuk ka qenë fare më, domethënë ajo gjë dhe mua më ka rënë në rasti që edhe të punoj jo se kam bërë biznese kështu konkrete të mirëfillta, por më ka rënë rasti që të kem bashkëpunime, domethënë dhe edhe nëse kam pas kështu përshpërima, domethënë parapaveshit që kujdes me ata se ata janë tregtar të Zotit dhe ta ashtu. Përvoja ime nuk ka qenë e tillë, përvoja ime ka qenë shumë lojale. Çfarë ndryshoi pas leximit të odes dhe interpretimit të odes? Domethënë ka ndryshuar diçka në përqasjen tuaj me historinë që dini dhe historitë që lexuat pas odes? Ja, sigurisht në momentin kur ne ram në akord me Luanin edhe me Alketin, sepse Alketi ishte, le të themi, promotori për ta materializuar këtë. Para fillimisht ishte ideja për të bërë një version radiofonik të poemës. Edhe në këtë, le të themi, në këtë qasje që ishte
diskutimet ishin që shiko, mund të bëjmë edhe një version me figurë, domethënë që mund të jetë të çohet në tej. Pastaj u bë më, le të themi, më serioze gjëja, më jo se ishte serioze, po ishte vetëm version radiofonik, po dhe unë bile ja kam bërë një, fillimisht bëra një version radiofonik, dhe ja nisëm dhe Luanit në Paris, domethënë ai u mregullua, domethënë i pëlqeu shumë e kështu, por pastaj me Alketin filluam diskutime dhe thamë që shiko, do të jetë më mirë sikur të jetë me figurë dhe të jetë me imazhe reale. Pastaj diskutimi ishte që të jetë me figurën e artistit apo të jetë me figurën, si më thënë, me imazhe të dhe përfundimisht ram, si më thonë, në këtë ide, domethënë që të mbaj me imazhin e poetit që i burojnë, domethënë, këto vargje dhe mundësisht në ambiente, le të themi, në një set origjinal. Dhe seti origjinal ishte Konispoli, domethënë, ku fatkeqësisht dhe fatmirësisht aty ka akoma rënoja të vendbanimeve, domethënë, ato shtëpitë e famshme 2 kaçe, 3 kaçe prej gurit, domethënë që ne na bënin shumë punë, prandaj thash fatmirësisht dhe fatkeqësisht. E shikon shtëpinë e Shefqetit, gjithë jetën i gjori ndreqe këpucë të botës, që bota të ecë, të shkoj. Cila është? Pyet një tjetër hije pranë tij. Ajo ballë portës së gurë të Shabanit. Veç kjo portë i ka mbetur në këmbë. Ai hark guri 5 shekullor. Gurët e qemeret që ndrojnë ende. Vdekja nuk mundi t'i rënoj. Ekzekutimi real, po themi, i gjithë materialit ka qenë 2 ditë gjyrime shumë intensive, sepse ideja ishte që të merre gjithë, le të themi, gjithë dita e Perëndis, të ishte prezente në imazhet e përveç interierave në këto odët e famshme, domethënë këto dhomat me oxhake, shkallare, po t'ishte edhe imazhi, po themi, i natyrës, domethënë nga agu i mëngjesit, le më mend një ditë gjyrimi ishte nga ora 5 e mëngjesit, për të mos thënë më herët, që jemi nis bashkë me Pandeliun, me atë drejtorin e fotografisë, domethënë që shkuam për të xhiruar dhe si thua e shfrytzuam gjithë ditën. Pra që në agun e mëngjesit, në gdhirjen, lindjen e diellit, pastaj ditën, mbasditën, musgun, mbrëmjen, gjitha, si më thënë, gjithë nuancat e natyrës, domethënë që si do ishte aty, sepse edhe vetë pozicioni gjeografik që ka Konispoli është fantastik, domethënë është një balkon jashtëzakonshëm, domethënë aty. Unë fatkeqësisht ishte era e parë që isha aty, domethënë kam kaluar domethënë shpesh në rrugën poshtë, por lart në Konispol nuk isha qenë dhe vërtet që u mregullova domethënë aty flas me pjesën e natyrës. Po edhe kontakti me njerëzit që patëm aty ishte shumë i këndshëm. Seti origjinal të jep tjetër të ndjerë, domethënë e ndihmon domethënë aktorin, le të themi gurët o borët aty në film, po e quaj film, ka dhe shumë momente kur unë jam i ulur në plakat e oborrit, apo kur krijohet ajo marrëdhënia me këto mure
dora që rrëshket, domethënë ke muret e këto, dhe sigurisht që ajo t'jep një ndjesi krejt tjetër, domethënë, dhe ndihmon shumë në gjetjen e saktë të vetëndjerit saktë, domethënë, që i duhet aktorit për ta përjetuar, domethënë, historinë, sepse në poem ka histori të vërteta njerëzore dhe nuk ka pak. Domethënë, Luani jo pa qëllim ka futur një mori, po themi historish, apo një mori episodesh të ngjarjeve reale, domethënë, që kanë ndodhur, pra nuk e ka lënë vetëm në atë tisin poetik, domethënë, në figuracionin poetik, ku diun, metaforat apo këto elementet e tjerë që ka poezia, domethënë, ku shkojmë edhe ke Iliada, edhe ke Homeri, edhe ke historia më e thellë se sa kjo histori, po themi 8 vjeçare, sepse poema në fundit i kushtohet apo i dedikohet kësaj ngjarje dhe këtyre herojve të heshtur, herojve të këtyre tempujve, domethënë, që u kthyen vërtet në tempuj për historinë e mëpasme. Dhe unë realisht po flas si aktor, si interpret, jam ndjer jashtëzakonisht mirë, domethënë, gati më duke vetë sikur isha isha në vendin tim, domethënë, isha në habitatin tim. Edhe aty ke ato portat e gurit, ke ato këto, si më thonë, stolat prej guri që janë anës portës ku ulesh atje, domethënë, dhe moj qofte edhe lulet që ishin brenda, apo mazuranat që ishin brenda. Mi pa ajo të ngacmon dhe të provokon që ti të futesh akoma më mirë, domethënë, në gjithë historinë që përpiqesh të rrëfesh. Ju e shihni kur del nga post-produksioni një material, apo e shihni në ekranin e madh të kinemas? Si ka ndodhur me Odën? Jo, unë nuk e kam parë në le të themi në studiet e montazhit, sepse ja u thash dhe çunave që kam qejf që ta le të themi ta përjetoj apo ta marr atë emocionin nga ekrani i madh. Edhe është e njëjta gjë që më ndodh edhe me punët e tjera që bëj, domethënë, kur jam vetë në kuadër, kur jam vetë në ekran, kam dëshirë që ta marr impaktin nga ekrani i madh, jo nga ekrani i vogël po themi i monitorit aty ku montohet apo ku. Kur mbaruan ato duartrokitjet, kur u çuan njerëzit, kur takove disa njerëz që e gjenin veten të lidhur me atë histori që jepen kinema, cili ka qenë impakti? Kanë ardhur njerëz, kanë përqafuar? Sigurisht ka qenë një mbrëmje shumë speciale, pavarësisht se domethënë në subkonsciencën time ishte e qartë dhe e kthjellët që në sallë, po themi, do ishin le të themi përqindja më e madhe e spektatorëve ishin njerëz që kishin lidhje direkte, domethënë, me gjithë historinë. Megjithatë kishte edhe njerëz tjerë që nuk kishin lidhje me këtë, por që e shijuan thjesht si vepër artit, domethënë, këtë gjë. Por shënci ka kjo, emocioni dhe ajo se emocion është fjalë shumë e paktë, domethënë, në këtë rast, po unë sinqerisht nuk e kisha fare ndjesinë e rëndomt sipas një premiere, domethënë, të një vepre. Domethënë premiere e një filmi, po themi, ku ti ke luajtur një rol apo premiere e një shfaqje dhe vinë nuk kishte emocione dhe ndjesia ime, nuk kishte lidhje me këtë. Nuk kishte lidhje, ishte diçka krejt tjetër dhe kjo, prandaj thash, ishte mbrëmje speciale, domethënë qoftë për
mënyrën se si u prezantua dhe pastaj mënyrën se si u ndoq dhe impakti që krijoi ajo ke njerëzit, sepse ishte një emocion dhe një impakt shumë njerëzor, nuk ishte impakt thjesht impakt artistik, që ti shikon një vepër artistike të realizuar mirë, po themi, apo të shumë mirë, dhe nga kjo domethënë të vjen ajo të vjen emocioni, kënaqësia. Në rastin konkret për mua ishte një emocion tejet njerëzor, domethënë, sepse flitet për fate njerëzish, flitet për jo thjesht për masakër, po për një genocid që ne duam ta shndrojmë në humanizëm. Dhe unë kam pas edhe këto kohët e fundit, domethënë, kam pas njerëz që më kanë ndaluar në rrugë dhe më kanë thënë na ke emocionuar, na ke kënaqur, na ke sjell një emocion, domethënë nuk e dia, jam i qartë, domethënë është një emocion njerëzor si më thënë puro, jo emocion artistik, domethënë që ti merr kënaqësi artistike, por një emocion njerëzor, sepse dhe unë jam i kënaqur për këtë, sepse në fundit qëllimi nuk ishte për të krijuar një figurë, po themi artistike, por për të sjell një ngjarje aq të madhe, domethënë në këtë format artistik. Mua më mbeti skalpi I familjes në dorë. Ma vranë që I zënë të vdekja, që I zënë të buka, si kur të mos kishin nëna dhe motra. Nërsa mua më mbeti familja në babit. Priste dhe një muaj të shihte diellin e belbëzonte, por veç errësirën pa aty në vetmi. Në hodhën të gjithëve në grop, e unë dëgjoja ende klithmët e tij, klante e gjori. Klante. Më kërkonte si se unë nuk shkoja dot. Zemra më kishte ndalur. Kam beduar më qenë prerë. Ne në mbyllën në ikofrotia. 50 ditë të mbyllura, 70 gra e familë, vdiqen nga uria. Me gojë dhe kam të shqyra, pa e gëzuar rinin. E pash me këto sy që dhimbja mi qoroi. Një grua të pronjave e gozhduan me gozhda, pa ditur se gozhdonin për së dyti Zotit e tyre. Nuk I harojmë vdekjet tona. I realizuar në bardëzi me element regjie të bukur që ne I kemi diskutuar, ndoshta unë thash pak imazhin e qellit e hënës, përtej atyre shumë poetike, përtej të çarave të gërmadave, shumë poetike si imazh I përkthyer në kinematografi. Nuk dua të flas gjatë për këtë, si thua, interpretimin tuaj, se pa diskutim është jashtëzakonshëm. Nga ana tjetër dua të ndaj edhe përvojën time të shijimit të kësaj vepre. Leximi im I parë ka qenë me një lloj dridhjeje zëri. Leximi im I dytë, pastaj ose si thua, perceptimi im I dytë për veprën ka qenë pa diskutim duke parë këto detajet poetike, këto elementet e bukur, po personalisht kam pasur 2 lexime të ndryshme të së njëjtës vepër. Mua më ndodh që të më dridhet zëri kur I lexoj ca vargje, cilat kanë qenë vargjet e vështira që si thua historitë le të themi reale që përcjell Luani aty. Domethënë qoftë rastet e masakrimit të grupeve, qoftë rastet e masakrimeve personale, qoftë rastet po një moment shumë
që mua më ka shijuar vërtet, domethënë është dhe momenti i dasmës, që do bënim dasmën dhe që ata ishin kënduam këtë, pastaj kënduam këtë, pra që kishte një pastaj këtë tekia, një bashkëtesë, domethënë shumë njerëzore, shumë organike, domethënë dhe nga kjo atmosferë, nga kjo situatë shumë njerëzore, shumë e ngrohtë, domethënë ndodh një gjë e përbindshme, domethënë që masakrohen njerëzit, domethënë dhe nuk janë këta që i masakrojnë. Pra nuk janë këta që bashkëtonin, po është një forcë tjetër që koha do ta besoj se do ta vërë në vend. Unë kam shkuar diçka kur e kam perceptuar. Gjyshe e babait tim, dikur e vogël, niset nga Paramtia dhe rrugës lajmërojnë për gjëmbën. Një nga familjarët që hidhet në umner, ishte shtatzan sepse nuk vraponte dot. Vrapon ajo vetë, gjyshe ime e vogël, tregon në çdo fshat që kalon se çfarë ka ndodhur në Paramti. Lajmëtare dhe andej në Grikohor, ku më e vogël se 11 vjeç, nana tjetër, ajo e imja, ajo nga mami, niset drejt Shqipërisë. Është diku në minutën 7:21, jam 50 sekonda nga filmi që unë dua t'i ndaj me publikun edhe të kthehemi prapë. Po, patjetër. Sa një e bollatin sisët ja paren dhe e dogjen me benzin. Është flak në të botë që digjej ku një mjandra nxinin dhe endeshim në qiell. Me koskë 10 vajza i përdhunuan dhe pastaj i vranë që të mos tregonin leverin. Të vdekur e kërkonin etrit dhe tatat e tyre. Do vjoj ta tregoj këtë histori, ashtu siç e ka treguar gjyshja ime, prindrit tek unë dhe unë ndoshta tek fëmijët e mia apo tek niprit dhe mbesat. Të dukemi anakronik, do me thëmë për një kohë të gjatë nuk kemi mundur të flasim, më duket sikur kam një lloj misioni për atë heshtje që pati gjyshja ime, po që unë nuk mund ta mbaj dot. Jemi pak më të lirë sot. Fakti që kapemi pas këtyre rrënjve, të cilat gjithnjë më shumë kanë dashur të na i shkëpusin edhe përmes heshtjes, të dukemi neve si njerëz anakronik, pra një njerëz si unë që bën një podcast edhe që kapet fort pas rrënjve, të duket anakronik se kur e pe filmin, mendove në një moment që sa anakronik është ky. Jo, nuk e kam menduar. Po unë kam frikë se kjo është një çështje e konfliktit të interesit. Është një gjë, jo, është një gjë që artisti është koshient dhe i ndërgjegjshëm për atë që ndërton, për atë që ekzekuton. Në qoftë se për mua do ishte anakronike një gjë e tillë, do ta gjeja gjuhën me Luanin që në start që tash i lëri këto, që ke këto. Por prandaj thash, emocioni im ishte emocion njerëzor, ai emocioni që kam përjetuar natën e premierës. Domethënë, nuk ishte vetëm ngacmim artistik, ishte ngacmim njerëzor mbi të gjitha. Dhe dëshira, po themi, apo ajo shtysa e brendshme për ta shkarkuar, domethënë, këtë gjë, ishte e madhe sepse ti po le të themi po kontribuon për një të vërtet madhe. Për një të vërtet madhe e cila duhet bëhet e prekshme nga gjithë secili nga ne. Domethënë ne si komb, si popull kemi vuajtur në histori pikërisht nga kjo gjëja.
sepse në të shumtën e rasteve e kemi perceptuar veten si anakronik dhe i kemi lënë gjërat, domethënë i kemi lënë në heshtje apo i kemi lënë Kemi ullur kokën shpeshherë. kemi ullur kokën, na ka shtypur mbase komplekset që kemi pasur ose edhe fatet historike që kemi pasur. Tashti nuk kam më vend për të tilla gjëra, domethënë, për të pasur ndjesi të tilla. Prandaj ne duhet ta themi shumë fort, domethënë këtë moment të vërtet, këtë moment po themi të historisë tonë dhe siç janë shumë momente të tjera, domethënë për të cilat duhet jemi shumë sepse kjo do të na bëjë shumë më të fortë, do të na bëjë shumë më të sigurt për të ardhmen. Flas si kom në tërsinë tonë. Domethënë duke pas parasysh kudo ku ka shqiptar në këtë rajonin ku jemi ne. Dhe Çamëria është një pikë shumë është një themër akili, është në këtë kontekst që po flasim. Ashtu siç është Kosova, ose siç ishte deri dje, se tash Kosova është futur në një rrugë krejt tjetër, domethënë. Por Çamëria është një grop që ulërin. Dhe në këtë kontekst, domethënë këtu nuk ka asnjë lloj anakronizmi. S'ka anakronizëm, ti po mbron, po themi, apo po bën prezent një të vërtet madhe historike, njerëzore dhe që nëpërmjet këtij kontributit i shërben, po themi, humanizmit, i shërben paqes, pse jo? Kur e kam parë për herë të parë, thash lotova, edhe për shkak se më kujtuaj gjyshja ime, vëllai i saj 21 vjeçar që e vran, e pren dhe të tjera masakra që më janë rrëfyer dhe më janë treguar mua, po me të njëjtin humanizëm që i tregonte Luan Rama përmes kësaj ode, pa ndonjë dëshirë për të hakmarr, pas një dëshirë, po me dëshirën për të ndërtuar të ardhmen bukur, siç duam ta ndërtojmë edhe të jetojmë paqë. Ka një varg aty që unë nuk do ta harroj kur, që thot ne dim të falim ozane, i thot. Domethënë shoku do themi, apo njeriu i afërt, njeriu të afërt vetit, ne dim të falim. Dhe është mesazh i jashtëzakonshëm. Domethënë të mendosh se çfarë ka ndodhur aty, do një kurajo dhe një shpirt shumë të madh që të falësh. Nuk se ne shpeshherë na etiketojnë që jeni hakmarrës, jeni të egër, jeni kështu, jeni kështu. Nuk të fal bota për gjëra të tilla. Gjithë bota nuk të fal. Në historinë e botës, domethënë ne kemi parë, kemi dëgjuar, kemi lexuar që janë hakmarrë në mënyrën po themi më të frikshme se sa ka qenë ai ndëshkim, po themi, apo ai genocid që kanë bërë. Dhe në këtë kontekst, domethënë kjo falja, le të themi, falja e Luanit është e jashtëzakonshme. Ta fillojmë jetën aty ku u ndal, në tokën e zhuritur të lotëve, në pyllin e haruar të varurve. Të jetojmë sërish në të njëjtin diell me vlatët tanë. Të jetojmë në të njëjtën botë, të dheut dhe të gjakut. Ne dim të falim zane. Ja ku i keni krahatan të hapur. Ne artikulojmë këtë përmes artit, përmes librit, po përpiqemi shumë të artikulojmë me metoda si podcasti, me një ndrysë diskutimi, me ndoshta botimet e Akademisë së Shkencave, politikisht, si e sheh shtetin shqiptar në përpjekje për të ngritur zërin, për të kërkuar edhe të drejta të këtij lloji, po edhe mund mos i përgjigjesh fare kësaj pyetje dhe të qëndrojmë jashtë. Jo, absolutisht.
Ndërtoj pyetje ndryshe, element si unë, si Luani, si ju, a mundet ta shtyjmë politikën të mos heshtme për të tilla kërkesa? Pra ne artikulojmë fjalën ne dim të falim, po nuk kemi marrë një kërkesë për falje. Ne do bëjmë atë që dim të bëjmë. Po, secili në vendin e vet. Po, prandaj thash që kur ne të unifikojmë këtë filozofi, pra filozofinë që nuk ka çam kosovar etj, nuk ka shqiptar. Domethënë dhe këto njihen, po themi historikisht, njihen që janë pjesë e këtyre njerëzve ku kanë banuar këta njerëz, kanë jetuar këta njerëz, kanë qenë këta njerëz. Në manastir është vendosur alfabeti i gjuhës shqipe, kështu që s'ka se si. Pra ne duhet të unifikojmë këtë ide apo këtë, le të themi, këtë koncept, këtë filozofi. Po identifikuam këtë dhe unë shoh përpjekje, nuk po them nga politika në tërësi, por nga disa lider politik i shoh përpjekje të jashtëzakonshme pikërisht në momentin e konceptit. Për shembull mund të citoj Albin Kurtin në këtë pikë që është, për mua është një figurë që vërtet funksionon fort, domethënë edhe po punon fort, domethënë për këtë koncept. Po qoftë edhe politikanë tanë pa përmendur emra, domethënë. Sigurisht që ka lëvizje, por momenti politik është momenti më i vështirë i kësaj, le të themi, po e quaj kaos. Është momenti më i vështirë, sepse nuk është se e ke ti në dorë, apo e ka ky apo ka ai. Këtu është një ndërthurje shumë e vjetër dhe një ndërthurje shumë e madhe, interesash, që janë interesa politike, interesa ekonomike dhe shumë gjëra tjera që janë. Por, sigurisht që detyra jonë është që kjo gjë duhet mbajtur e sensibilizuar vazhdimisht, pra duhet jetë vazhdimisht duhet sjell vazhdimisht në fokusin, dhe në kujtesën e njerëzve, sepse do vi një brez nesër që duhet jenë të mirë informuar, apo le të themi të mirë orientuar, të drejt orientuar, domethënë që kjo çështje apo kjo kauzë është e tillë, dhe që të shkojë pasaj drejt zgjidhjes, ndryshe nëse ajo fashitet, edhe ajo që ndodhi për 40 vjet, 45 vjet sa ishte komunizmit, sistemi komunist. Ajo ndodhi. Prandaj është ky hon kaq i madh, domethënë. Saqë mund të ketë njerëz në territorin tonë, domethënë mund të ketë njerëz që kanë iden fare se çfarë është kjo histori. Atëherë duhet bërë prezente sa më fort, dhe sa më shpesh, jo se janë bërë shumë, domethënë shumë, është bërë punë, domethënë është bërë shumë punë për këtë gjë, por ne duhet jemi gjithmonë shumë optimist, domethënë se asnjëherë nuk duhet menduar, për shembull mua nuk më pëlqen mendimi që është një gjë e mbyllur, lera tash nuk ka pse të jetë e mbyllur. Ne kemi shkuar në ato vende, edhe si turist, dinjitoz. Aty të gjithë flasin shqip. Mua personalisht, në gjithë këto vendet ku kam qenë, nga Igumenica në Sivota, që ja kanë ndruar emrin, Vol, se është Vol, emri, apo vendet tjera, në 90% të rasteve mua më kanë shërbyer shqiptarë. Dhe në 90% të këtyre shqiptarëve që më kanë shërbyer mua, kanë qenë çam. Kanë qenë nga çamëria. O nga jugu i Shqipërisë, ose nga ato zona, ose nga ato. Pra është një gjë që është mos futemi në histori pasaj.
se historia e vërteton, e tregon, por këtu luan një rol shumë ky që luan politika, që duhet vullneti politik. Politika ndërgjegje pa diskutim se kemi thuajse të njëjtin realitet tek Arbereshët, por të përqafuar jashtëzakonisht mirë nga ata që i pritën Arbereshët, po njëkohësisht të përqafuar edhe nga brezat e rinj, të cilët qoftë edhe në festivalin folklorik të Gjirokastrës në mënyrë dinjitoze sjellin një shipe aq të bukur si ajo që kanë ruajtur për 500 vjet e më shumë. Jam shumë dakord me ju që secili nga ne të bëj punën e vet, se secili nga ne çamët të marri atë gurin që ka marrë nga çamëria për të ndërtuar ura komunikimi do të jetë shumë më mirë. Dhe atëherë zërat e tyre do dëgjojmë, këngët, mandolinat, vallet. Do dëgjojmë fjalë të ëmbla dashurish, po shpërimat e nuseve mbetur shtatzënë. Do shohim çarçaftë e bardhë nderur të nesërmen, shegët e pjekura që më së fundit do hapen nga malli, do qahen nga padurimi dhe pritja e gjatë, të tregojnë se zemrat u shëndrisin flak, dhe atëherë në pranverën e re, sepetet do mbushen sërish me pjatat e nusërisë, mandile e jelek që ndisur, plot hana, dijej e yje. Dhe kështu në agë, me shpresën në buzë, hiet zbresin nga dalë në botën e tyre të shuar, por që frymon gjithmonë. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë jo vetëm për këtë diskutim dhe për këtë bisedë që realizuam bashkë për Oden, për tempujt e paharuar, për ato që do kujtojmë gjithmonë, për gjithë pozitivitetin që më dhe mua sot, edhe për shumë çka, për gjithë emocionin që i ke dhënë shqiptarëve të Çambërisë, duke i treguar brengën e tyre, kujtimet e tyre, nostalgjinë e tyre, po njëkohësisht edhe shpresën për të jetuar bukur. Të falenderoj jashtëzakonisht. Falenderit ju. Dhe falenderit specifikisht që më ke ftuar për folur për, po themi këtë vepër letrare, po që mbi gjithë është një vepër njerëzore. Mi falenderit që na ndoqët, tash jemi të premten tjetër në orën 20:00.